Lider historik I Partisë Socialiste Rama mesazh për ditëlindjen e Fatos Nano, kthehu partinë nga Lider historik I Partisë Socialiste Rama mesazh për ditëlindjen e Fatos Nanos, ktheu partinë nga Europa. Kryeministri Edi Rama ka uruar liderin historik të Partisë Socialiste Fatos Nano për 73 vjetorin e tij të lindjes. Rama në mesazhin e tij thekson se Fatos Nano është njeriu I cili ka merita të mëdha në rrugëtimin e Partisë Socialiste, duke e kthyer atë në një forcë me sy dhe me zemër nga Europa. Në këtë ditë të shënuar të lindjes së tij, teksa pas hapjes së 4 kapitujve të tjerë të negociatave të antarësimit, po udhëtoi për të mbajtur një leksion në kolegjin legjendar të Europës në Bruzh. Me erdhi krejt natyrshëm dëshirat I uroi publikisht Fatos Nanos, liderit historik të Partisë Socialiste, një ditëlindje të gëzuar dhe jetë të gjatë 100 vjet. Sot kur Shqipëria sheh nga afër majën ku duhet të ngjitet pas një rrugëtimi të stërgjat, dua të them se si pjesë e këtij rrugëtimi, Fatosi ka meritën e madhe që e ktheu partinë tonë në një forcë me sy dhe zemër nga Europa dhe sikur ta mendosh për një moment, atë fazë të parë të historisë së Partisë Socialiste në Shqipërinë e zhytur në vorbullën e rrumpallës demokratike, se pa Fatos Nano në krye të saj, mendja të thotë se rruga jonë mund të kishte qenë shumë e gjatë. Respekt për qafime dhe gëzuar I dashur kryetar, shkruan Rama në rrjetin social Facebook. Fatos Nano lindi në 16 shtator 1952 në Tiranë. Ai ishte lideri themeluesi I parë I Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe deputet I Kuvendit të Shqipërisë nga viti 1991 deri në vitin 1993 dhe 1997 deri në 2009.